Mes tensioneve politike dhe debateve të nxehta në kuvent, çështja e përdorimit të gjuhës u rikthye në qendër të vëmendjes. Ndonëse u diskutua në 2 gjuhë, kjo nuk i pengoi kryeministit e Kristian Mickoski dhe deputetit të Frontit Evropian Skënder Rexhepi që të përballeshin në një debat të drejtpërdrejt për atë nëse gjuha shqipe është e zyrtare apo jo, si dhe për gjuhën në të cilën duhet të zhvillohen diskutimet në kuvent. Deputeti Skënder Rexhepi tha se gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe janë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Ai tha se edhe kuvendi vetëm këto 2 gjuhë i njeh dhe të njëjtat janë konform kushtetutës. Nëse të njohja e gjuhës maqedone është e detyrueshme, pse atër ka nevojë deputetëve që përkthehet në gjuhën maqedone, në gjuhën shqipe për fjalimin maqedonisht? Kush logjika? Atëherë bie që deputet nuk e kanë obligim ta njohin gjuhën maqedonase, por mjaftoi me njohjen e një gjuhës që është zyrtare në kushtetutë. Ajo është gjuha shqipe. Prandaj, gjithë qytetarët duhet ta dinë këtë realitet që në kuvent 2 gjuhë janë konform kushtetutës gjuhë zyrtare. Ajo është gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Nga ana tjetër, kryeministi Kristian Mickoski, duke ju përgjigjur deputetit Rexhepi, tha se askush nuk është kundër gjuhës shqipe, por sipas tij, gjuha maqedonase është zyrtare në të gjithë territorin. Tutje, ai tha se është duke u përpjekur që ta mësojë dhe studiojë gjuhën shqipe. Asnjë gjuhë e botës nuk më pengon dhe nuk do të më pengoj, nuk e di pse shqetësoheni, por sipas kushtetutës, gjuha zyrtare në të gjithë territorin është gjuha maqedonase me alfabetin cirilik. Ka aty plotësime në nenin vijues, më tej plotësime për njësitë e veçëverisjes lokale, ku mbi 20% kanë komunitete etnike që e përdorin gjuhën e tyre. Ka komunitet turk, serb, bosnjak. Mua nuk më pengon, përdorin lirisht gjuhën shqipe, madje përpiqem ta mësoj dhe ta zotëroj, sa më shumë gjuhë të di, aq më i pasur jam. Përveç temës së gjuhës shqipe, kryeministi u përballë edhe me një sër pyetjesh tjera, duke përfshirë edhe situatën aktuale ekonomike, ku pas shtrejtimit të derivateve të naftës janë rritur edhe çmimet e produkteve tjera.